Kryeministri Edi Rama është takuar paraditën e kësaj të hëne me kreun e shtetit Bajram Begaj. Takimi ka zgjatur rreth 25 minuta dhe është zhvilluar në pallatin e brigadave. Kreu i qeverisë ka propozuar presidentit 7 ndryshimet në qeveri. Nga ana e tij, kreu i shtetit ka 7 ditë kohë të dekretojë shkarkimin dhe emërimin e emrave të rinj të qeverisë. E më pas ndryshimet do të paraqiten në kuvend. Të njëjtën e 26 shkurtit, vetëm 5 muaj pasi mori votbesimin e kabinetit të 4 qeverisës në shtator të vitit të shkuar, Edi Rama ndryshoi drejtimin e 8 ministrive. Postin e ministrit të infrastrukturës dhe energjetikës, të mbajtur nga Balluku, Rama ja besoi Karakaçit, aktualisht administrator i OSHE. Nga ministër për marrëdhëniet me parlamentin, Gogu do të drejtojë ministrin e drejtësisë. Hoxha, diplomat karriere, ish ambasadori ynë në OKB dhe aktualisht kreu i misionit tonë në BE, do të jetë ministri i jashtëm, duke zëvendësuar Spiropalin. Llamallari, aktualisht ministri i drejtësisë, do të marrë postin e ministrit të brendshëm, duke u rikthyer në këtë ministri, ku ka shërbyer si zëvendës ministër në qeverinë Rama 3. Ndërkohë largohet nga drejtimi i mbrojtjes së vëngut, duke u zëvendësuar nga Nufi, i cili ka mbajtur postin e sekretarit të përgjithshëm në kabinetin e Ballukut si zëvendës kryeministre. Eriona Ismaili, deputete e qarkut të Vlorë, do të jetë ministre për marrëdhëniet me parlamentin.